Së pari është risi. Risi për shumë arsye, në risi në disa dimensione. Së pari në atë personal. Po, unë tashmë jam në një formacion të ri, në një subjekt të ri, në një koalicion të ri, me një parti tjetër, djathtas 1912 me LZK-n, dhe sigurisht në këto dimensione të reja, jo vetëm organizimi strukturor, por edhe vetë sistemi i ri është një risi, po doni ju edhe me vështirësi. Këto do t'i quaja dizavantazhe, por në ndritën e gjitha zhvillimeve të paktën të këtyre 4 viteve, ka një avantazh të madh. Ajo se çfarë është realisht një risi e këndshme për mua, është fillojmë hedhim themelet e krijimit të një pjese të domosdoshme të spektrit politik, siç është e djathta. Brenda nesh kemi rënë dakord që të kemi një garë të ndershme dhe kemi dhënë si provë jo thjesht për interesin ton të shkurtër pragmatist, sepse dhe në strukturën ton, të subjektit ton, të djathtas 1912 kemi kolegjal si një provë për të thënë që shqiptarët dhe mund të bëhen bashkë rreth disa vlerave, duke hequr dorë nga koncepti i vjetër komunist, i unit, i njishit, i idhullit, i komandantit, i drejtuesit, dhe erdhi natyrshëm edhe aplikimi i listave të hapura brenda nesh. Ne kemi rënë dakord edhe si një shenjë përgjegjshmërie politike që po do të kontribuojmë për siglën, për koalicionin, dhe në fund, pastaj kushdo që të marrë qoftë një vot më tepër, do të jetë ai përfaqësuesi i koalicionit në parlament. Është e pabarabartë. Kjo tashmë nuk është rësi. Është e pabarabartë sepse kur themi kundërshtar, dhe duhet ta bëj të qartë që kundërshtari kryesor është pushteti, është Partia Socialiste. Është e pabarabartë për shkakun se ky pushtet prej shumë vitesh përdor mjete antiligjore. Përdor administratën, të gjithën, në dhunën, në shantazh, përdor krimin, përdor paran, dhe është e vështirë në këtë aspekt, por ka një pjesë edhe ky pushtet, ose kjo qeverisi, paktën në këto 12 vite, ka treguar që po tregon brishtësinë e vet. 12 vjet në qeverisje kanë treguar dhe kanë injektuar në publikun shqiptar ndjesinë e refuzimit të heshtur, po një ndjesi refuzimi që e prek për ditë dhe nga do. Madje, për të qenë fare i sinqert deri në fund, kjo lloj ndjesie e refuzimit tashmë është e profilizuar në raportin e 2 personazheve të vjetra politike, Edi Rama dhe Sali Berisha. Nëse ka një çështje të dhimbshme politika shqiptare sot, është mungesa e integritetit. E përkthyer në terma të mungesës qëndrimeve të unifikuara për gjatë rrugtimit politik. E pa histori të shumta dhe të larmishme, sidomos brenda asaj që quhej Partia Demokratike, të ndryshimeve, të qëndrimeve politike për çështje të moralit politik, ka përcime 180 gradësh, mos mbajtja disa vlerave të rëndësishme, ato të së djathtës. Dhe unë besoj që është një nga vlerat që duhet injektuar me forcë në publikun shqiptar, ai që quhet integriteti politik, vlerat morale, sa qëndrime të rëndësishme në interes publik. Qëndrime të tilla si mbajtja e një distance të qartë dhe respektuese ndaj drejtësisë, mbajtja e raporteve shumë të mira me partnerët perëndimor të këtij vendi. Aplikimi i një raporti të drejtë për drejtë me zgjedhësin shqiptar. Demokracia e brenda partive politike e me radhë, do besoj që janë qëndrime të cilat në çdo kohë, në çdo periudhë, në çdo stin, pavarësisht humoreve të politikës, një personazh politik do duhet të qëndrojë deri në fund. Synojmë një gjë të thjeshtë dhe të munguar, krimin e zgjaftës.
e djatha e madhe e munguar të paktën nga 91-shi. Nuk po shty më tej, po nga 91-shi e djatha ka qenë në letargji, ka qenë e tretur brenda asaj çfarë ishte Partia Demokratike, asnjëherë me hapësirën e duhur. Dhe ndoshta kjo është kënaqësia më e madhe në këtë pikë të karrierës sime. Sigurisht unë nuk e mohoj faktin që dhe mesazhi elektoral duhet të ketë diçka edhe personale. Te fundit do duhet të ruaj edhe atë që është protagonizmi apo po doni ju edhe vazhdimësia e karrierës politike. Megjithatë, siç unë e shoh situatën apo momentin e zhvillimeve historike dhe elektorale dhe politike në Shqipëri, e shoh si një nga momentet më kyçe të këtij rrugtimi 35 vjeçar tashmë të Shqipërisë. E them që një nga datat më të rëndësishme ka qenë pikërisht në 91-shin. Dhe një moment po kaq i rëndësishëm është edhe ky 2025-s. Unë uroj, shpresoj, besoj madje që do duhet të jetë edhe fundi i tranzicionit. Ndaj në këtë pikë e shoh si të udhës që mesazhi më i mirë politik do duhet të jetë ai që kemi përdorur, Shqipëria e para. Slogani është një sintezë e rrugtimit tim politik. Nuk dua të shes njerëzve atë se çfarë në të ardhmen do të bëj. Por nga natyra i kam të vështira ato gjërat të cilat fillojnë me do të. Kam më tepër atë që është që kam treguar në të shkuar, për cilën jam krenar me thënë drejtën. Slogani kam të thjesht, nuk e kam gjetur unë, dikush nga kolegët e mi më tha që kur kam lindur, që kur kam der, as jam shitur, as jam bler.